Po, e drejt, por me gjitha të sfida tani sa vinde bëjnë edhe më të vështira, po jo në fazën gjysmë finale, a mendoni që Franca e ka të gjithë potencialin dhe grupin e nevojshëm dhe trajnerin, po ashtu me skemat e tij që do e çojnë deri në finale, shikoni deri në fazën më të largët pse jo dhe të fitoj kupën? Çka çdo gjë është e pritshme, po mos harrojmë që përballë do ketë dhe Spanjën. Në Spanjë që është më se pretendente, ndoshta me pak diferencë më shumë Franca, por Spanja ka kolektivitetin, ka futbollin e bukur, ka futbollin teknik, me pasime të shumta të cilët duam apo s'duam ne mund t'ia vështirësojnë punën sa thuash Franca. Për mua finalja, nëse do të përballen në gjysmëfinale Franca dhe Spanja, kjo do të jetë finalja reale e kampionatit botror të vitit 2026 në 3 shtetet, Meksik, Kanada dhe SBA. Do të jetë një ndeshje spektakël, pra që barazia është 50-50 dhe aty do të fitoj ndeshja mund të shkojë me detale për të zgjidhur nga gabime apo nga gjëra të vogla të parëndësishme që do të përcaktojnë. Po një gjë do të jetë sigurt. Futbolli që do të luat në ndeshjen Francë me Spanjën, nëse shkon Spanja, se ka një ndeshje se kemi sfidën sonte.